Ditëve të fundit është të vërejtur një rritje e dukshme rasteve me viruse. Më të shpeshta janë infeksionet e traktit respirator, si dhe rastet me COVID-19. Këto infeksione po prekin të gjitha grup moshat pa përjashtim, ndërsa vetëm në ambulanca regjistrohen mbi 30 kontrolle në ditë. Edhe kapacitetet spitalore janë të mbi ngarkuara. Tek fëmijët po vërehet gjithashtu një përhapje e varicellës. Në bashkëpunim dhe në koordinim me spitalet e shohim se të gjitha kapacitetet spitalore janë të mbushura. Në përqerdhje ka infeksione të mjaftueshme, për momentin më e theksuar është varicella tek fëmijët. Duhet që të mos dilet, pa nevojë të mos bëhen grumbuj personash në hapësira të mbyllura. Më pas duhet të konsumohen vitamine. Mjeku Lupço Stefanovski thotë se për sëmundjet e mushkërive ndikon njashtë edhe ajri ndotur, sidomos tek sëmurët kronik dhe të moshuarit, të cilët duhet në kohë ta marrin terapinë e nevojshme. Ajri ndotur ka një ndikim të madh të përqindjes së madhe që njerëzit sëmuren, sidomos ato që janë me sëmundje kronike, sidomos astma bronkiale, astma alergjike, sëmundjet pulmonare kronike dhe duhet të intervenohet me terapinë simptomatike. Pasi të moshuarit dhe të sëmurit kronik, duhet të mbrojmë që të mos arrihet në ndonjë përkeqësim. Mjekët u bëjnë apel qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar gjatë kësaj periudhe, të ndjekin rekomandimet shëndetësore dhe të paraqiten te mjeku sapo të shfaqin simptoma, për të parandaluar komplikimet dhe përhapjen e mëtejshme të infeksioneve.